fund të kësaj dekade Shqipëria të jetë cashless. Pra që të gjithë ndërveprimi dhe të gjitha transaksionet financiare të jenë digjitale. Me kartë apo me para në dorë. Shumica e shqiptarëve blejnë ose marrin shërbime me para fizike dhe jo përmes mënyrave elektronike të pagesave. Pavarësisht se vitet e fundit ka pasur një rritje të pagesave elektronike, qoftë atyre nëpërmjet telefonit, qoftë atyre nëpërmjet terminaleve POS, sërish ne mbetemi një ekonomi shumë e varur nga keshi, si dhe shqiptarët shumë të lidhur pas lekut letër. Megjithatë, qeveria synon që deri në fund të vitit 2030 të zhduk le të themi nga qarkullimi param fizike. Kjo nuk kupton një eliminim të plotë të kësaj paraje, por një zvogëlim të përdorimit të pagesave me para në dorë nga shqiptarët. Por si do të dukej një Shqipëri pa para fizike? Thuaj se çdo pagesë në dyqane, bar, restorante, hotele apo taksi dhe jo vetëm, do të realizohej me kartë përmes terminaleve POS, përmes sistemit të pagesave të shpejta me QR kod ose nga telefoni. Po çfarë është bërë deri më tani në drejtim të kësaj? Deri më sot janë ndërmarrë hapa të rëndësishme. Fillimisht është miratuar ligji dhe aktet nënligjore për shërbimet e pagesave, ja licencuar institucionet e paras elektronike, është përparuar me bankingun e hapur dhe janë bërë integrime me sistemet ndërkombëtare si SEPA dhe AIPS Euro. Shumë njerëz e mendojnë që paraja fizike është një dhuratë. Do të thënë kanë lindur dhe me lindjen e tyre dhe paraja vjen në duart e tyre, pavarësisht në formën e dhuratave nga prindrit të afërmit apo dhe në kuptimin simbolik që të jetosh duhet të kesh dhe para. Mirë po, e shoqëruar për shekuj tashme që shoqëria njerëzore ishte mësuar të kishte keshin si mjet pagese, se s'kishte asnjë alternativ tjetër, është konsideruar tek njerëzit si një gjë domosdoshme e pjesë e tyre që nuk mund të zëvendësohet dhe nuk mund të hiqet. Në fakt, paraja është mjet përdorimi për njerëzit, nuk është pronë e tyre. Në pronësi e kanë bankat qendrore, ata që emetojnë paranë dhe ata që emetojnë kanë kosto. Dhe në qarkullimin e vet nuk del kur kjo kosto. Është vlerësuar që kosto tek ne është diku te 1.7-2% e prodhimit të përgjithshëm bruto. Pra është një kosto shumë e lartë që e vret ekonominë, edhe për faktin sepse ne kemi para kesh, por mbi 400 miliard lek janë jashtë kanaleve bankare sot në qarkullim. Pra që nuk dim për cilësinë e saj, për mirëmbajtjen, për numrin, dhe kur bëjmë transaksionet e tjera, banka qendrore, duke matur lëvizjen e ekonomisë dhe nevojën, bëjnë gjithmonë parashikime të printoj para tjetër, të zëvendësoj paranë e dëmtuar dhe kështu me radhë. Pra ka një kosto të lartë, e cila na kushton shumë, 1.7-2% e GDP-s është vlerë e lartë. E dyta është që paraja fizike nuk lejon për transparencë. Pra shumë veprime që bëhen në të zezë. Edhe në këtë mënyrë as aktiviteti tregtar i shoqërive, por as të ardhurat e buxhetit të shtetit nuk realizohen në masën që duhet. Le të pranojmë për një moment që ekonomia informale tek ne, sipas vlerësimeve që bëhen, është diku te 30-40%. Pra gjithë kjo pjesë, po themi 30-40%, e veprimeve ekonomike që ndodhin pa deklarim, pa u regjistruar në libra dhe pa u faktuar si veprime që ndodhin, do të thotë që në buxhetin e shtetit vjen pak para, aktiviteti tregtar njihet më pak, konkurenca dëmtohet dhe kur vjen puna dhe për financimin e ekonomisë apo të këtyre subjekteve që kryen këto veprime, atëherë ata çdojnë dhe bankat nuk i marrin në konsiderat dhe ulet edhe numri apo volumi i kërkesës që duhet edhe për financim të ekonomisë. Pra, në çdo aspekt që ta marrim, mikro apo makro, ne vetëm u mbasim me keshin. Ne shikojmë që edhe në për rrjetet sociale ka njerëz që flasin që bankat luftojnë se duan të zëvendësojnë paranë, se po futin mjetet e tjera, duan të marrin komisione. Jo. Ju përmenda që paraja fizike sot kushton më shumë se çdo pjesë tjetër, çdo element tjetër që mund ta zëvendësojë atë.
është një kosto që nuk e mbart klienti, e mban banka qendrore, e mban ekonomia dhe na duket sikur është pa kosto. Kanalet e tjera të qarkullimit sigurisht janë shumë herë më të lira. Bile sot nëpërmjet e-banking veprimet deri në 20.000 lek ishin por u rritur në 40.000 lek janë pa asnjë kosto dhe ka banka që edhe për te këtyre nuk paguan fare me e-banking. Pra, ne themi që të bëhen në mënyra të tjera në kanale alternative, ku kanaleve alternative ofrojmë kosto shumë të lira. Fakti që ndodhi me SEPën apo dhe me open banking janë kanale, mënyra të tjera që i vinë ndim tregut, kursehen me 10 milion euro nga komisionet që paguanin deri tani klientët. Sigurisht nuk mund t'i bëni më përpara se ekzistonte teknologjia, se ekzistonin rregullat, se ekzistonte ky bashkëpunim, se do një dakordsi jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit për metodat standarde që do përdoren për kryerjen e këtyre pagesave, por ja që kemi ecur në këtë drejtim dhe nuk themi si para 10 vjetësh që duam keshin. Jo, themi sot që duam keshin, se sot po ofrojmë edhe mundësi të tjera. Çfarë pritet të bëhet në vijim? Ministria e Financave ka hartuar një plan me 12 masa për zvoglimin e parasë fizike në Shqipëri. Plani është i ndarë në 3 shtylla që përfshin nxitjen e pagesave elektronike, përmirësimin e infrastrukturës dhe kostove, edukimin financiar. Ky program kombëtar për zvoglimin e keshit i hartuar nga Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, shoqata e bankave si dhe nga aktorë ndërkombëtar si Visa dhe Mastercard, parashikon ngritjen gjithashtu të një këshilli të pagesave që do të koordinojë veprimet. Sigurisht edhe ekonomia cashless që të bëhet ka vështirësitë e veta. Nuk mund të ndodhë brenda një nate as brenda një viti, për më tepër në një vend si vendi ynë ku kultura dhe mënyra e jetesës është e lidhur shumë ngushtë me ekzistencën e parasë fizike. Por e para një herë që mbetet për të vlerësuar është fakti që më në fund qeveria u shpreh politikisht dakord me masat për të ulur keshin e ekonomi. Ne kemi kaq vite që po luftojmë së bashku me Bankën e Shqipërisë edhe nëpërmjet javës së parasë që bëjmë thirrje dhe mundohemi të rrisim ndërgjegjësimin e publikut dhe të institucioneve të tjera që duhet njerëzit të mësojnë me financën. Dhe mësimi i parë i financës është ta përdorësh paranë, mos ta mbash kesh. Në mënyrë që të kesh kosto sa më të ulët dhe të përfitosh sa më shumë. Kështu që në këtë ndryshim që ka ndodhur brenda këtij viti duhet vlerësuar që kemi tashmë një qëndrim të qartë, të prerë që duam patjetër ekonomia të jetë pa kesh. E dyta, kur themi pa kesh nuk duhet kuptuar se ka shumë spekulim, sikur çdo gjë 100% e ekonomisë do ndodh kesh. Nuk flitet. Në literaturë dhe në standardet që bëhen për të kategorizuar një vend që është cashless apo jo, është përgjithsisht treguesi që mbi 50% e transfertave, e pagesave të ndodhin në kanale të tjera, jo me para fizike. Pra paraja fizike për gjëra të vogla do ekzistojë dhe njerëzit edhe mund të kryejnë veprime. Por nuk mund të jetë mbizotëruese, në vendin tonë është mbizotëruese paraja, veprimet në kesh, me kesh mund të blesh çdo gjë. Kurse po të vesh sot me kartë në çdo dyqan, mund të ketë dyqane që nuk paguan dot. Apo në hotele, në restorante nuk paguan dot. Do të thotë që keshi gjithandej pranohet sot si jemi. Kurse kanalet e tjera alternative nuk janë akoma të vendosura dhe që të mbulojnë gjithë territorin. E dyta që është e rëndësishme është fakti që kërkon shumë edukim financiar. Pra njerëzit duhet të jenë të ndërgjegjshëm që tashmë ekzistojnë mënyra të tjera të kryerjes pagesave. Pra paraja nuk është ndonjë mjet zbukurimi, nuk është një mjet që ti shkon këtu dhe atje. Paraja është një mjet që të shkosh ti dhe atje të paguash shërbimin. Se e paguan duke mbajtur në dorë, apo e paguan me një mënyrë tjetër nga celulari, me kartë në POS, apo çfarëdo varianti tjetër, rëndësi ka që ti të mbarosh punë. Dhe sot, gjithë kultura e re, gjithë filosofia e qarkullimit në ekonomi është pikërisht kjo, që ti nuk të duhet paraja ta mbash si send, si objekt më vete. Të duhet që të marrësh shërbimin, mallin, kundrejt një mënyre të pagesës. Dhe sot mënyrat e pagesës janë pasuruar, nuk është më vetëm keshim apo çeku siç ka qenë tradicionalisht edhe në vendet e tjera, por janë mënyra të shumta kanale, QR-i, instant payment, karta, POS-i, mobile nga kompjuteri, ka plot kanale të tjera, të cilat
e kanë zhndruar sot sistemin financiar në një sistem krejtëri të pamenduar më parë. Edhe e fundit që do të thosha është që masat që do merren për të ulur keshin e ekonomi duhet të jenë të mirë koordinuara dhe të harmonizuara. Paraja është, ta themi, pronësi e bankës qendrore dhe për sistemin e pagesave është banka qendrore që është përgjegjëse. Por rregullat e tjera me biznesin, se si duhet të pranojnë pagesat, janë për te bankës qendrore, pra janë të qeverisë. Dhe në këtë aspekt, në këtë hapësirë, qeveria ka për të bërë shumë. Për vitin e ardhshëm është vendosur që deri në maj, për shembull, të gjitha institucionet shtetërore publike që pranojnë pagesat duhet të kenë përveç paras dhe një mënyrë tjetër alternative. Gjë që është shumë e mirë, sepse shteti duhet t'i japi pari shembullin që ne nuk jemi vetëm për para fizike. Dhe janë vendosur, ka bërë një përmirësim osheja në të gjitha pikat e veta ku ka, nuk pranohet vetëm keshi, por mund të paguash dhe me kartë, te taksat e qarkullimit ti paguan tashmë edhe me kartë, jo vetëm në kesh, pra ka filluar edhe zbatimi konkret i tyre. Dhe e dyta, po në maj, brenda maj, duhet që të gjitha hotelerit dhe restorantet përkatëse, në sidomos në vijën bregdetare, por edhe në zonat që janë më turistike, duhet të ofrojnë klientit edhe një mënyrë tjetër pagese, përveç keshit, paras fizike. Në vijim pritet të zbatohet sistemi i pagesave të shpejta, i cili fillimisht ishte planifikuar të vijej në funksion deri në qershor 2026, por për shkak të përfshirjes së Maqedonisë së Veriut dhe më gjerë të Ballkanit Perëndimor, afati mund të shtyhet deri në fund të vitit. Zbatimi i sistemit të pagesave të shpejta Instant Payment nënkupton që qytetarët do të mund të përdorin një QR code për të kryer pagesa nëpër dyqane, bar, restorante, hotele, taksi dhe të tjera. Ka edhe një mas tjetër të parashikuar për vitin e ardhshëm fiskal, që deri në fund të vitit gjithë bizneset duhet të përgatiten dhe të kenë edhe një mënyrë tjetër për pranimin e pagesave. Kjo ndoshta mund të jetë pak e parakohshme në sensin që, jo si vendim, domethënë që s'ka kuptim, ka shumë kuptim, por për realizimin praktik, sepse ne nuk duam të detyrojmë bizneset vetëm te POS-i. Me POS-in ne kemi asur shumë rezistencë nga bizneset e vogla për ta pranuar, sepse pretendojnë kostot janë të larta, paguhet dhe kështu me radhë, edhe pse do ndodhi një ndryshim vitin tjetër. Por sepse për vitin tjetër parashikohet një reformë tjetër e rëndësishme, një projekt i madh që ka të bëjë me instant payment, me pagesat e menjëhershme në rang kombëtar, e cila do të jetë pak kosto për të gjithë ata që do pranojnë pagesat, dhe që është më e rëndësishmja është që marrësi, biznesi do ta marrë para në llogari brenda 10 sekondave. Dhe kjo është një tjetër mas që sjell një ndryshim të qëndrueshëm në gjithë sistemin ton financiar dhe ekonomik për mënyrën se si blerësi dhe shitësi do të bashkëpunojnë. Kështu që ndoshta ky projekt nuk mbaron dot brenda vitit të themi, në të njëjtën kohë që është vendosur afati, ose mund të mbarojë në dhjetor, por në dhjetor është vendosur dhe afati. Por megjithatë, këtu mund të ketë hapësirë, sepse rëndësi ka që të bëhet edhe menjëherë pasaj biznesi duhet patjetër që ta ketë një alternativë pranimi. Pra po ecim në një rrugë më në fund të sigur, dhe këto rrugë si shoqat ne kemi mbi 6-7 vjet që i kemi kërkuar realisht, që të fillojë dhe të shikojmë se si ekonomia mund të reagojë pa keshin, pa këtë presionin e madh për të patur paran fizike me vete. Sot po duhet të lëvizësh në Shqipëri, po s'pate kesh me vete, para fizike në xhep, je e pasigurt se çfarë mund të ndodhë në një qytet tjetër. Nuk paguan dot as autobusin, nuk paguan dot restoranin, nuk do paguash dot hotelin, e kështu me radhë. Në kushtet e instant payment, ku çdo gjë mund të ndodhi nga llogaria tënde në llogarinë e shitësit, bëhen zero dhe gjitha këto vështirësi dhe shitësi është i detyruar të pranoj. Pra në qoftë se ai nuk ka një alternativë, është përgjegjësia e tij, jo e blerësit. Blerësi thotë, unë kam para në llogari dhe dua të dërgoj nga llogaria, kaq, dhe mbyllet historia. Nëse ai nuk ka alternativë, përgjegjësinë e ka shitësi. Pra kemi të bëjmë një ndryshim të madh, është koha që teknologjia na e solli, por edhe në tërësi gjithë shoqëria ka rënë dakord dhe ka përgatitur edhe standardet përkatëse se si mund të punohet. Pra
të mos themi pse na lindi idea tani. Na lindi tani sepse tani u bën gjërat gati. Nuk mund t'i kërkonim dot më përpara, edhe pse vazhdimisht kemi kërkuar që në shuma të mëdha transaksionet duhet të mos bëhen në cash. Dhe janë bërë edhe disa hapa, nuk mund të blesh dot shtëpinë të themi apo një makinë, në qoftë se ti nuk i vendos parat paraprakisht në bankë, në llogarinë e noterit dhe pastaj të bësh veprimet e tjera. Pra, në përgjithësi, po fillon një program i cili do të ndihmojë Shqipërinë që brenda 2030-s të jemi mbi 50% të transaksioneve jo cash. Përgjatë këtij viti, në maj nisi edhe zbatimi i programit të Mastercard për ofrimin e 4750 terminaleve POS falas për një vit për bizneset. Synohet që deri në vitin 2028, nëpërmjet përpjekjeve të tjera të qeverisë, të arrihet mbulim universal me terminale POS. 60% e pagesave të kryen në mënyrë digjitale dhe të gjitha institucionet publike të pranojnë pagesa elektronike. Megjithatë, sfidat janë të dukshme. Kostot e transaksioneve me POS janë të larta për bizneset, njohurit financiare të qytetarëve mbeten të ulëta, mungon koordinimi i plot në politikë bërje dhe infrastruktura është të kufizuar, me vetëm 10 terminale POS për çdo 1000 banor. Ne kemi 2 vjet që situata për POS ka ndryshuar. Nga situata kur bankat shkonin edhe shtynin bizneset që të pranonin POS, në një situatë tjetër kur është biznesi që vjen dhe e kërkon POS-in. Dhe kjo jo se kemi bërë ne ndonjë çudi, por fakti që ka shumë turistë dhe është rritur turizmi, tashmë restorantet, hotelet, lokalet e ndryshme që shohin që kanë fluks turistik dhe turistët kërkojnë patjetër që të paguajnë me karta, janë të detyruar që të plotësojnë vetveten, pra të kenë një mënyrë tjetër të pranimit të pagesave. Dhe kjo e ka rritur shumë numrin e POS-ave, jemi rreth 29.000 POS-a të shtuara, por edhe fakti projekti pilot që ju përmendët i Mastercardit, që jipet POS i falas për një vit dhe deri në një shumë të caktuar, nuk ka as komisione për tregtarin, ka ndihmuar dhe me bankat të shtetësur mirë, sidomos gjatë periudhës së verës, ritmet janë ulur diçka tani pas muajit tetor, por vazhdojmë përpjekjet dhe ndërkohë ne duam që ta zgjerojmë sepse nuk mund të shkosh pafund te turizmi vetëm. Ne kemi probleme të tjera, për shembull që taksit sot dhe turistët udhtojnë shumë edhe me taksi dhe nuk paguajnë dot me kartë, duhet të kenë cash. Janë gjërat e vogla, si me thënë, që sot nuk i paguajmë dot me karta, duhet patjetër me cash. Dhe duam patjetër që të ndërtohet një program tjetër që duhet të shërbej edhe në për urbane, edhe në për taksi, mënyra e pagimit edhe me kartë, jo vetëm me cash. Mirë, po kjo kërkon një program specifik dhe ja kemi ngritur, jemi në diskutime dhe shpresojmë që nëse do bëhet edhe kjo, sigurisht që edhe ajo pjesë që ka mbetur pastaj do jetë më e shpejt, sepse programin në vetvete i kishte të kufizuar 4 fusha mbulonte që jep falas. Pjesa tjetër pastaj vazhdon në mënyrën e tradicionale. Për të kapërcyer këto sfida, janë hartuar 12 masa konkrete të ndara në 3 drejtime. Drejtimi i parë lidhet me nxitjen e pagesave digjitale përmes uljes graduale të tavanit të pagesave cash për individët. Drejtimi i parë lidhet me nxitjen e pagesave digjitale përmes vendosjes së një tavani të pagesave cash për individët në 500.000 lekë dhe ulje graduale e tavanit të pagesave cash për bizneset nga 150.000 lekë që është aktualisht në 100.000 lekë. Vendosjes së detyrimit ligjor për tregtarët dhe institucionet publike që të pajisen me POS, eliminimit të transfertave cash në pagesa qeveritare dhe nxitjes së përdorimit të metodave elektronike nga administrata publike. Për fakti që në njërën ulen dhe në tjetrën vendoset për herë të parë, në parim janë 2 gjëra pozitive dhe duhen përshëndetur. Pra fakti që ne kemi patur për biznesin dhe kemi vlerësuar që 150.000 është e lartë dhe vim në 100.000, është shumë në drejtimin e dur, mas e mirëpritur, e kërkuar prej kohësh dhe më në fund e realizuar. Kurse për individet 500.000 lekë, si përveç faktit që është ere parë që vendoset dhe duhet përshëndetur përfundimisht iniciativa dhe vullneti politik i qeverisë për ta ndërmarrë dhe këtë mas, shumë sigurisht që është e lartë. Është e lartë për një vend në zhvillim si Shqipëria, krahasuar dhe me vendet e rajonit dhe më gjerë, por edhe në përgjithësi për vendet që janë të mbytura nga keshi dhe janë në ekonomi keshi, një shumë e tillë nuk i përgjigjet asaj që disponojnë shumica e njerëzve param fizike në duart e tyre.
Në vendin tonë, paga mesatare është diku te 80-90.000 lek dhe vendosja e një kufiri për 500.000 lek është disa herë mbi pagën mesatare. Në këtë kuptim, 500.000 lekë nuk është realist dhe nuk ndihmon dot në atë drejtim që ne duam që të luftojmë keshin dhe ekzistencën e paras fizike në qarkullim. Po i le 500.000 lek, me 500.000 lek njeriu mbaron çdo gjë dhe plus edhe më shumë nga sa ka nevojë. Do të thotë që nuk ka nevojë për mënyra të tjera të kryerjes pagesave. Megjithatë, si hapi parë, duhet përshëndetur dhe nga gjithë mesazhet që po marrim është që do të rishikohet edhe nga grupi punës që ngrihet për planin e masave për të luftuar keshin në ekonomi, që do të jetë sigurisht duke ardhur, duke ulur dhe ndoshta në fund të vitit tjetër mund të ketë një rishikim. Por sigurisht që nuk i përgjigjet realitetit tonë, në mendimin dhe gjykimin tonë. Drejtimi i dytë fokusohet në përmirësimin e infrastrukturës dhe uljen e kostove, duke përfshirë kufizimin e tarifave të interchange fee, ndërlidhjen e pagesave me platformën publike dhe sistemin e fiskalizimit, vendosjen një QR kodi universal, zbatimin e sistemit kombëtar të pagesave të menjëhershme dhe bashkëpunimin me sektorin privat për shtrirjen e infrastrukturës. Nëse vlerësimet që bëhen për, siç e përmendëm, rreth 30-40% është ekonomi informale, atëherë sigurisht që shumë pagesa janë akoma në kesh. Por edhe në pjesën tjetër, dhe ato pagesa që janë të formalizuara, dakord që janë me fatura, shumica e tyre bëhen pagesa në kesh, pra nuk bëhen pagesa në kanalet e tjera alternative. Pra, ti mund të blesh në një butik të themi një xhaket dhe ai të thotë është 25.000 lekë. Ti 25.000 lekë që nuk e bën as me kartë, as nga llogaria, po e bën në kesh. Dhe ky është veprim, është i ligjshëm, por është në kesh. Dhe kjo e rrit atë që ne themi peshën e veprimeve në kesh në ekonomi. Pra ne duam dhe edhe këto që janë vërtet ligjore, të mos paguhen në kesh, po të paguhen në një mënyrë tjetër. Të paguhen me kartë, paguhen nesër pas nesër në instant payment e kështu me radhë. Ndërsa drejtimi i tretë ka të bëjë me edukimin financiar përmes fushatës kombëtare të ndërgjegjësimit dhe informimit, Shqipëria paguan digital, e cila synon të ndryshojë kulturën e pagesave në vend. Kur flasim për edukim financiar, nuk flasim vetëm që duhet të bëjmë pagesa me para fizike apo jo. Edukimi financiar do të thotë që të menaxhosh paranë tënde, në kuptimin që të bësh atë buxhetin familjar. Sa të ardhura kam, sa shpenzime bëj. Nëse më arrin të ardhurat për shpenzimet që planifikoj apo jo, nëse s'më arrin, ku duhet të vete që të gjej diferencën? Duhet të marr kredin, po si duhet ta marr kredin dhe sa duhet marr kredin, dhe i ndërgjegjshëm që këtë kredi që merr për sa vite dhe sa fuqi ke për ta shlyer. E dyta është që nëse ti ke të ardhura që të mbeten në formën e kursimeve, të mos i mbash poshtë jashtëkut, por që ti futesh në përdorim. Pra mund të hapësh në një llogari, kursimi, një depozit me afat, mund të luash në investimet me letrat me vlerë, siç janë obligacionet qeveritare, por sot ka hapësira që ti mund të luash edhe në tregjet ndërkombëtare, të lejohet të blesh dhe aksione në bursat e vendeve të tjera, apo qoftë edhe në mjete të tjera siç janë crypto assets, për ata që janë mirë të përgatitur dhe njohin rreziqet si mjete financiare. Por që ti bësh këto, ti duhet të dish, nëse do investosh në bonot e thesarit, duhet ta kuptosh çfarë është bonot e thesarit. Nëse do investosh në obligacion, çfarë është obligacioni shtetëror? Nëse ti investon në subordinated, në atë borxhin e ndërvarur që themi ne për bankat, që gati shumica e bankave kanë nxjerrë dhe marrin për efekte të plotësimit të kapitalit, çfarë rreziku ke? Kush është e mira? Nuk është vetëm të shikosh normën e interesit, do të kuptosh edhe riskun. Pra edukimi financiar është më i gjerë se sa thjesht paguaj me kesh apo mos paguaj me kesh. Do të kuptosh financë, ato element bazë, që nga norma e thjeshtë e interesit dhe te norma e përbër. Kur ti fiton, kur lë 2 vite të themi depozitën në afat, pse ti intereson? Sepse në vitin e dytë fiton interes, jo vetëm shuma që ti ke futur, por edhe interesi ti ke fituar vitin e parë. Dakor? Po duhet të kuptosh nga ana tjetër dhe penalitetet nëse nuk paguan në afat një kës kredie. Çdo të thotë që po se paguajte. Pra, me kalimin e kohës, ajo shumë nuk mbetet me njëjtë. Ajo të penalizon interesin që llogaritet për çdo ditë vonesë dhe ti pastaj paguan edhe më shumë. Pra, ka të bëjë me disa koncepte që janë të domosdoshme në jetën tonë, sidomos në ekonominë e tregut, ku duam s'duam ne në të gjitha marrëdhëniet që kemi, maten të gjitha përpjekjet tona në njësi monetare. Dhe që ta pranosh këtë, duhet patjetër që të kuptosh disa gjëra nga financa.
Por cilat janë shtetet në Evropë që e kanë zhdukur pothuajse plotësisht paranë fizike? Në vend të parë renditet Suedia, e cila ka modelin më të përparuar në botë, me vetëm 1% të transaksioneve që kryhen me para fizike. E dyta në listë vjen Norvegjia, ku bankat kanë reduktuar sportelet e paras fizike. Nga ana tjetër, kartat e debitit dhe pagesat online përbëjnë mbi 95% të transaksioneve në Holandë, ndërsa Danimarka ka investuar në edukimin financiar të popullsisë për eliminimin gradual të keshit. Kështu vendet skandinave, krahas shumë fushave të tjera, kryesojnë edhe në atë të pagesave elektronike. Sipas programit kombëtar për zvoglimin e paras fizike dhe më herët strategjisë afatmesme të ardhurave të Ministrisë së Financave, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Shoqata Shqiptare e Bankave do të krijonin një grup pune për uljen e komisioneve të terminaleve POS. Grupi punës akoma nuk ka filluar, është duke u ngritur, pra janë mbledhur emrat kandidatët nga institucionet që do bëjnë pjesë, por akoma nuk është bërë takimi i parë. Ndërkohë që ne me Bankën e Shqipërisë në takimet që kemi patur, po është rënë dakord që në kuadrin edhe të parafrimit të legjislacionit ton me atë të Bashkimit Evropian, brenda 6 mujorit të parë të vitit tjetër, të 2026, pritet që të ndryshojë rregulloria jonë përkatëse mbi interchange fee, mbi komisionet e ndërcjellta që kanë të bëjnë lidhur me kartat e debitit dhe kartat e kreditit, dhe do të ndjekim atë model që kanë edhe vendet e Bashkimit Evropian përkatësisht me 0,2 dhe 0,3% për kartën e debitit dhe kartën e kreditit. Pra është një masë që do të ndërmerret, por që të vim deri te udhëzimi duhet bërë dhe një ndryshim në ligjin për shërbimin e pagesave, kështu që Parlamenti duhet na ndihmojë patjetër duke i dhënë përparësi atij ndryshimi sa më shpejt, 3 mujorin e parë të 2026, në mënyrë që t'i lihet kohë pastaj në zbatim të atij neni të ri, të hapet rruga edhe për ndryshime përkatës në rregullore. Shqipëria nisi zyrtarisht pagesat me SEPA në 7 tetor të këtij viti. Nga ajo datë, çdo emigrant shqiptar mund t'i dërgojë para familjes së tij në Shqipëri duke përdorur SEPA. Po ashtu edhe shqiptarët brenda vendit mund të nisin transaksione në euro drejt vendeve të tjera nëpërmjet këtij sistemi. Për transaksionet deri në 20.000 euro që nisen nga Shqipëria drejt vendeve të tjera, komisionet janë maksimumi 2 euro. Për transaksionet deri në 100.000 euro janë sa 0,01% e vlerës, ndërsa për transaksionet mbi 100.000 euro, komisionet janë maksimumi 25 euro. Për transaksionet e mbërritura nga vendet SEPA, komisionet nuk të i kalojnë vlerën e 3 eurove. Për shembull, nëse një i afërm juaj dërgon para nga Italia në Shqipëri përmes SEPA, bankat shqiptare do të mbajnë maksimumi 3 euro komision nga kjo shumë. Të dhënat janë para prake, të themi operative, dhe në dijenin time janë diku për tetori transferta në nisje me një vlerë diku te 400 milion euro, kurse në hyrje janë diçka te 22.000 transferta që vinë nga vendet e SEPA-s në Shqipëri, me një vlerë diku te 200 milion euro. Kurse në nëntor është gati me 7% rritje numri transfertave. E rëndësishme për SEPA nuk është thjesht të matim numrin, e rëndësishme është që tashmë njerëzit paguajnë më pak. Sepse ai që dërgonte para në Gjermani do vazhdoj të dërgojë, po nëse duhet të dërgonte me 70-80 euro, sot paguan vetëm 2 euro apo 5 euro. Kështu që përfitimi është i madh në kuptimin e komisioneve, dhe në një vlerësim të fundit që patëm për përfitimet e SEPA-s, na del jo 20 milion sa kemi thënë, po mund të shkojë deri në 70 milion. Do të thënë para që nuk i marrin më institucionet që u shërbejnë individëve dhe subjekteve, por mbeten në xhepat e individëve dhe të subjekteve. Pra është një platformë shumë e mirë që duhet shfryzuar gjërësisht, dhe nga kontaktet që kemi patur me individ dhe me biznese, e kanë lavdëruar jashtëzakonisht shumë. Kështu që ishte një sukses i plot, do të thoshim në atë që ne menduam të realizuam, por edhe për pritshmëritë që kemi. Një projekt ligj po përgatitet për krijimin e byrosë së kredis, një strukturë që do të ndihmojë bankat të vlerësojnë më mirë se sa i besueshëm është një qytetar apo biznes për të marrë kredi. Ndryshe nga regjistri aktual i Bankës së Shqipërisë, kjo byro do të mbledhë më shumë informacion, jo vetëm për kredit bankare, por edhe për detyrime ndaj tatimeve, institucioneve shtetërore apo faturave të shërbimeve si energjia dhe ujë. Mbi bazën e këtyre të dhënave, do të përgatitet një vlerësim i kreditit, credit score, që bankat do ta përdorin kur dikush aplikon për hua. Ndarja të dhënave do të bëhet me miratimin e individëve dhe bizneseve, por në praktik raporti credit scoring pritet të jetë një kërkesë standarde për marrjen e kredisë.
Byroja do të ngrihet nga një subjekt privat dhe do të mbikëqyret nga Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale për të garantuar mbrojtjen e informacionit personal. Byroja e Kredisë është një institucion privat i pavarur që mbledh të dhëna financiare për individët dhe bizneset, se si kanë raportet financiare kundrejt të tretëve. Dhe atë sot që ne e marrim të cunguar të pjesshme nga regjistri kredive, nesër do ta marrim në mënyrë të plot nga Byroja e Kredisë, kundrejt një scoring, kundrejt një note po themi, që sipas disa algoritmeve të caktuara, të standardizuara ndërkombëtarisht, Byroja e jep. Në qoftë se Spiro thot është me 10, kur vjen që aplikon për kredi në bank, do thotë që me Spiro nuk ke risk. Jepi me një herë kredin dhe është risku shumë zero. Në qoftë se Spiro është e 6, po themi atëherë kujdes se këtu ka dhe risk. Dhe duhet të marrësh parasysh disa elemente që ti të mbrohesh. Në qoftë se ky është në një nivel të caktuar, po themu nën 4, Spiro nuk bën për kredi mos i jep se nuk e njeh që ta kthej detyrimin. Pra do ndryshoj mënyra e qasjes individit dhe biznesit ndaj kredimarrjes kundrejt një scoring, një note që do kesh dhe që përfaqëson të gjitha raportet e tua kundrejt të tretëve. Pra kundrejt bankave nëse ke kredi të pakthyer, kundrejt tatimeve nëse ti ke detyrime të papërmbushura, kundrejt energjisë elektrike, ujit, apo nëse edhe një kompanie që shet me kredi dhe ti nuk i ke paguar, pra çdo marrëdhënie tjetër që ka të bëjë me paran, duhet të jetë e pasqyruar në Byronë e Kredisë. Dhe Byroja e Kredisë mban gjithë të regjistër dhe ndihmon në momentin që ti të duhet të marrësh, bën një kërkesë, merr scorin nga ata, e paraqet në institucionin përkatës dhe është shumë më thjesht për të matur riskun e personit apo të subjektit kundrejt një marrëdhënie të re kredidhënie. 2026 do ketë ndryshime, sepse do jetë një vit që sektori financiar duhet të plotësoj detyrimet në kuadrin e parafrimit të legjislacionit, pra pritet që të kemi projektin e ri të ligjit për bankat, për Bankën e Shqipërisë, ndoshta kemi rregullore të reja që na interesojnë ne si banka, dhe projekti më i madh më i ndjeshëm për ekonomi do jetë instant payment. Ne atë kemi më kryesorin bashkë me 2 projekt ligjet e tjera, sepse kjo konfiguron sistemin e pagesave dhe nga ana tjetër edhe kuadri ligjor që mund të ketë ndryshime sepse parafrimi me kushtet e Bashkimit Evropian sigurisht rrit standardet. Prej 19 vitesh nuk është licencuar asnjë bankë e re në Shqipëri. Aktualisht në vend operojnë 11 banka, shumica prej tyre me kapital të huaj dhe një pjesë e vogël me kapital vendas. Në 2026, kjo do të ndryshojë. Tregut bankar do i shtohen edhe 2 banka të tjera, njëra me dek fizike dhe tjetra plotësisht digjitale. Në 2024, Banka Turke Ziraat paraqiti një kërkesë pranë Bankës së Shqipërisë për licencimin e degës së saj të parë në Tiranë. Banka Qendrore dha miratimin paraprak për licencim në 2025-ën, ndërsa në 2026-ën pritet të nisë operimin, pasi të ketë plotësuar të gjitha kushtet e parashikuara në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Ziraat do të jetë banka e dytë me kapital turk në Shqipëri. Një bankë e tillë e cila është specializuar për huadhënien ndaj bizneseve që operojnë në fushën e bujqësisë, pritet të arrisë më tej mbështetjen financiare ndaj këtij sektori. Ziraat Bank është një bankë tregtare që operon në Turqi prej vitit 1863. Jashtë territorit të Turqisë, aktiviteti i saj shtrihet edhe në 19 shtete të tjera, si Mbretëria e Bashkuar, Bullgaria, Greqia, Kosova, Çipërja Veriore e të tjera. Shumë vite më parë ka pasur tentativa për të ngritur një bankë të specializuar në kredi rurale në Shqipëri. Në maj 1930, qeveria me zogut shpalli ligjin për reformën agrare dhe krijimin e bankës bujqësore, me kapital prej 5 milion franga shari, të mbledhura nga burime publike dhe fiskale. Fondet e para u siguruan, por u përdorën për mbulimin e deficitit buxhetor, duke vonuar ngritjen e bankës. Nisma u ringjall në 1936 dhe 37 me kapital prej 2.8 milion franga shari, këtë herë të financuar plotësisht nga shteti italian. Në fund të 1937 banka nisi veprimtarinë në Tiranë, Korçë, Vlorë dhe Shkodër, duke ofruar kredi me interes 6 deri në 7% për farëra, plera dhe mekanik bujqësore, institucioni i parë i specializuar në kreditimin rural. Pas 15 maj 1939, banka u përthith nga Banka e Napolit Shqipëri, duke humbur autonominë e vet me shtetërore në fushën bujqësore,
dhe duke u kthyer në simbol të ndërthurjes mes nevojës për zhvillim dhe varësisë financiare nga Italia. Pas zjerat, Banka e Shqipërisë ka hapur rrugën një banke tjetër që të futet në treg. Banka Qendrore ka dhënë miratimin paraprak për licencimin për herë të parë të një banke digjitale në vend, Jet Bank, e cila pritet të fillojë operimin online gjatë 2026-s. Bankat që funksionojnë plotësisht online kanë zakonisht fitim më të ulët se ato tradicionale, për shkak të kostos më të lartë të depozitave dhe shpenzimeve fikse. Ato ofrojnë përgjithsisht norma më të larta interesi, pasi mundohen ta zgjerojnë tregun e tyre me një bazë klientësh që janë më të ndjeshëm ndaj çmimeve se sa ajo e bankave fizike. Hyrja e dy bankave të reja në tregun bankar mund të ndikojë në rritjen e konkurrencës dhe të detyrojë bankat e tjera që të ulin normat e interesit, të ofrojnë produkte të reja për huamarrësin dhe gjithashtu investojnë në teknologji të reja. 2025 ishte padyshim një vit historik për sistemin financiar, me antarësimin e bankave tregtare në zonën unike të pagesave në euro SEPA. Edhe 2026 pritet të jetë i tillë, me pagesa dhe param fizike që do të jenë kryefjala.